Kryetari i Basisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Fetai, organizoi pritjen tradicionale e baklavaje Bajramit me rastin e festës së Fitër Bajramit. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Nita Pallas në Shkup, ku morën pjesë përfaqësues të lartë institucional, fetar dhe figura të jetës publike. Ndër të pranishmit ishin kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali, ministri i ekologjisë Muhamet Hoxha, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, si dhe kryetari i komunës së Student Elçanit Ejup Abazi. Në fjalën e tij, Reisul Ulema Shaqir Fetai theksoi rëndësinë e Fitër Bajramit si simboli përmbylljes së suksesshme të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ai nënvizoi se gjatë këtij muaji besimtarët kanë arritur pasrim shpirtëror përmes agjerimit, forcimit të familjes përmes solidaritetit dhe pasurim të dijes përmes mesazheve hyjnore. Duke cituar ajetin 92 të surës Ali Imran, ai rikujtoi se mirësia e vërtet arrihet përmes sakrificës dhe dhënjes nga ajo që është më e dashur për njeriu. Së bashku kemi forcuar themelet e solidaritetit, kemi promovuar bashkëjetesë dhe kemi orientuar shoqërinë drejt një të ardhme më të ndritur, duke mbjellë të mirën për brezat që vinë. Në këtë atmosferë festive dhe vllazërore, me rastin e festës së madhe të Fitër Bajramit, le të mbretëroj paqja, harmonia, mirëkuptimi dhe uniteti ndërmjet nesh, duke na ofruar gjithnjë më shumë me krijuesin, me njëri tjetrin dhe me vendin ton të respektuar. Zoti i madhruar i pranoft adhurimet tona, agjërimet tona, na begatoft familjet tona dhe e forcoft bashkimin ton të përgjithshëm, gëzuar dhe për shumë mote Fitër Bajrami. Në përmbyllje ai falënderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe ftoi kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi për një fjalë rasti. Gashi përgëzoi organizatorin për këtë pritje tradicionale dhe uroi që kjo festë të shërbejë si një moment paqe, solidariteti dhe uniteti, duke të kaluar dallimet politike, etnike dhe fetare. Të mundohemi të tejkalojmë dallimet e tona, të jetojmë në paqe me njëri tjetrin, të mirëkuptohemi për dallimet që i kemi dhe kjo mënyrë e jetës, respektit të njëri tjetrit, besoj që do ta bëj edhe shtetin më të mirë, edhe shoqërinë më të mirë, edhe gjithë qytetarët e këtij vendi të jetojnë në mënyrën më të mirë të mundshëm. Unë i përgëzoj hoxhallarët për punën e jashtëzakonshme që e kanë bërë brenda këtij muaji, me angazhimin maksimal që e kanë pasur për besimtarët, por edhe gjithë qytetarët tjerë të cilët kanë qenë prezent në këto manifestime evente që i ka organizuar Bashkia Fetare Islame në vend. Pritja tradicionale e baklavaje e Bajramit edhe këtë vit mblodhi figura të rëndësishme të jetës institucionale dhe shoqërore, duke reflektuar frymën e bashkëpunimit dhe respektin të ndërsjellë me rastin e festës së Fitër Bajramit.